Po Arta, mirëmëngjesi për krejt dëgjues edhe shikues të televizionit Kanal 10. Sot kemi ardhur në Klinë, më saktësisht jemi tek rruga Sadik Rama, lagja Arbëria, ku për që rafsh e barabart 2 muaj rruga ka nis me u rregullu, por nuk është rregullu deri në fund dhe kjo po i shqetëson banorët. Madje vlen ceket që tek kjo zonë, tek kjo lagje janë gjithsej 500 biznese të cilët kanë vështirësi edhe të punojnë për shkak të rrugës. Banorët kanë vështirësi të mëdha edhe në shtëpitë e tyre, me plohën, me ndotje të ajrit, madje edhe po ja u vështirëson çdo ditë e ma shumë qarkullimin e përditshëm që e bëjnë për të shkuar në punë ose çka do që ata duan të bëjnë në qytetin e tyre. Sa i përket rrugës, jo i përket Ministrisë të Infrastrukturës, e cila po e lë, po them anash ndoshta për arsye të qytetarëve dhe qytetarët më saktësisht do të thot një proteste kanë bërë, tani është edhe e dyta që do e bëjnë sot në orën 12 pikërisht në këtë vendin se ku jam unë këtu. Sa i përket më shumë informacioneve dhe ankesave të kësaj rruge, kam edhe banorët e kësaj lagjeje, cilët do na flasin më shumë sa i përket rrugës. Përshëndetje.